Kjo e plot nënkupton që nuk do ta pengojmë themelimin e institucioneve në asnjë mënyrë. Nëse ka nevojë për quorum, do ta bëjmë quorumin, por na duhet pastër, zotimi i pastër me shkrim që këto veprime do të ndërmirën. Në kundërvlerë nuk kërkojmë asnjë gjë. Asnjë gjë. Nëse Ramush Haradinaj do të propozohet për president, vlen e njëjta formulë, për ne kish me qenë nder, por nuk jemi duke e vendosur si kusht. Ne mendojmë që Kosova nuk kish mujt me pas president më të mirë se Ramush Haradinaj tash, mirë po nuk po dojmë me bloku Kosovën për këtë bindje tonën që është e plotë dhe e pandryshueshme. Edhe një herë rekapitulim, jemi të gatshëm edhe me bë quorum, por po lypim diçka për qytetarin e Kosovës, jo për vete. Nuk kemi kurfar kushti vetjak. Nuk dojmë as ministra, as zëvendës ministra, as ambasadora, as borde, kur gjë. Po nuk guxojmë na me qenë indiferent edhe mos me e përdor peshën tonë politike për me e rregullu jetën e qytetarit të Kosovës. Se fundit kjo është për çka ekzistojmë. Na nuk ekzistojmë veç për vete. Na besojmë fuqishëm që ekzistojmë për qytetarët e Kosovës, e qytetarët e Kosovës nuk janë të jetu ma mirë. Qytetarët e Kosovës janë të jetu ma keq. Sot blejnë ma pak. Inflacioni është ma i lartë në rajon edhe në Europë ndoshta. Energjia është jashtëzakonisht e shtrejtë edhe nuk kemi. Projektet energjetike cilat i propozon qeveria garantojnë një gjë, që edhe 10 vjet kur gjë s'ka me ndodh, e nëse nuk ndodh edhe 10 vjet nuk ka me ndodh kurrë. Ne e mbështesim cilën do marrëveshje politike që ndodh mes partive politike, duhet me ndodh një marrëveshje, po unë e thash në fillim një fjalë. Friga ime është që nuk ka me ndodh ajo marrëveshje, edhe po ju jap një arsye të thjeshtë. Shikoni, në një vend normal, me politikan normal, me politikë të përgjithshme, me politikan të përgjithshëm, kur nuk kish me qenë fare e rëndësishme se as zgjedhet s'pari presidenti apo zgjedhet s'pari qeveria. Vetë fakti që partia që ka marrë mas shumë të vota në Kosovë e bën temë këtë çështje, jo vetëm që është shkelje e kushtetutës, po ta jep një shenjë që prap ka me pas problem në proces. Ne nuk mujmë me u pajtu me këto rrethana. Edhe kjo është arsyeja pse Aleanca e bën këtë deklaratë. Nuk mundemi me u pajtu me një gjendje në cilën Kosova mbetet në krizë permanente të vazhdueshme për shkak se gjithkush lyp diçka, po jo për popullin veç për veti. Zoti Lexhi, mbron kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Kemira Pizhiku, tha që ekziston një skemë që me u bashkë partitë opozitare edhe me çuven në zgjedhje, edhe pastaj të vendosur me fitu 80%. Po do një koment për juve, a ekziston një skemë e tillë, a është një aleancë apo një skemë e tillë? As nuk kemi bisedu, as nuk na ka përmend dikush këtë skemë. Unë si kryetari i aleancës nuk kam dëgjuar fare për këtë skemë, edhe po mendoj që nuk guxojmë me ndërtu rrëfime të kota. Nuk ekziston një skemë e tillë. Kjo çka po them sot në këtë konferencë për shtyp, nën kupton edhe diçka tjetër, që s'kan nevojë as me na thirr. Nuk kanë nevojë me na thirr, për shkak se nuk kanë pse me na thirr, se ne nuk po dojmë me qenë pjesë e qeverisë Kosovës. Na thirrën e s'na thirrën përgjigja po me qenë e njëjtë. Edhe nëse kanë me pas dëshirë me na ftu, këto çka i thash sot kanë me i marrë, kur gjë tjetër. Kom me i thonë, prano gazin amerikan, nise procesin e termocentralit, ngrite pragun e TVSH-s, hiqet atimin pronë për bujqit, shliroj njerëzit, shliroj ekonominë e Kosovës, le t'jetojnë që shduhet njerëzit, ule inflacionin, kryje infrastrukturën e nisun, mos folë për hekuru dhe mos me buxhetu as i cent, kryje që to punë, edhe gjithë politikanëve në Kosovë jam të e thonë, na duhet me folë, unë duhna me folë, me ju, me qytetarin, po nuk kanë hit çka me folë nëse asnjë punë nuk e kryjnë. Kryj punë një herë, se në fundit, këtë çka ka me majtë në manë, historia jonë është, çfarë punë kemi kryjë, jo çka kemi folë. Edhe një herë rekapitulim për pyetjen që është e qëllume, nuk kanë as çka me na thirr. Nuk kanë çka me na thirr, unë i thash krejt çka përfaqëson aleanca, çka don aleanca, edhe çka duajmë na. E ajo është veç jetë më e mirë për qytetarin, çlirim i zhvillimit ekonomik se ka zbrazët Kosovë. Edhe këto nuk janë brenga thjeshta, këto janë brenga serioze. Orientimin strategjik të Kosovës nuk guxojmë me ndru, se ndryshimi i orientimit strategjik të Kosovës e rrezikon vetë ekzistencën e Kosovës. Unë nuk mendoj që ka njerëz që nuk e kuptojnë këtë.
Nuk besoj që ka njerëz që nuk mundem me spekulu tash. Normalisht që në për parti politike na jemi njerëz. Nuk jemi maqina që na programon dikush. Kemi bindje, kemi ndjenja, kemi besim ose mos besim. Nuk mundem me paragjyku një situatë tillë, por unë jam të e vendos pozitën e aleancës të tillë që nuk po dojmë me bloku, po dojmë me zhblloku. Por nuk po dojmë me zhblloku vetëm se dikuj ju ka tek me i pas krejt postet politike, a dikush tjetër pilip një tjetër, dikush tjetër pilip një tjetër. Do duhet me u zhblloku Kosova. Normalisht që është tepër me rëndësi edhe kush janë kandidatët, se mundet me pasë në Kosovë në kandidat që na nuk besojmë që mundet me krye detyrën e presidentit. Patjetër që një gjë tillë rezervohet, mirë po nuk nisemi prej këtij parimi. Nuk nisemi prej parimit ose prej supozimit që një kandidat ose një kandidate ka me qenë totalisht e papranueshme. Po edhe njëherë mos harroni, na dim që ka kandidat që nuk i kanë shërbyer Kosovës asnjëherë. Përkundrazi ka kandidat që munden me dalë, cilë i kanë shërbyer dikujt tjetër, në asnjë kandidat normal që nuk mund me i pranuar. Nuk kisha hyrë në emra për me rujt korrektësinë e kësaj konference dhe kësaj deklarate, se është tepër serioze edhe është e sinqert, e dim që nuk ka ndodhur më përpara, por dikush duhet me e bo. Dikush duhet me e bo një hap tjetër. Shikoni, pak ju referova kësaj çështje. Në bazë të normës kushtetuese, fillimisht duhet me u zgjedh presidenti ose presidentja e vendit. Kryetari ose kryetaria e vendit, me u konstitu kuvendi, atëherë duhet me u zgjedh presidenti ose presidentja e shtetit, atëherë mandatohet mandatari për kryeministër dhe zgjedh qeverinë. Kjo është rrjedha normale edhe kushtetuese e gjanave në Kosovë. Tash, vetë fakti që edhe kjo bëhet temë, neve na bën me besu që dikush prap do me shtyr një agjendë e cila nuk është unifikuese, e cila nuk është në të mirën e qytetarëve të Kosovës, e cila rrezikon me prodhu krizë të re, edhe cila rrezikon me shtyr vendin pa institucione edhe për një kohë. Fiks për këtë arsye. Përndryshe, e thash më herët, po e them edhe një herë. Nëse kish politikan normal, nëse kish politikan që dojnë shtetin e vet, çka kish me pas lidhje kush zgjedhet i pari e kush i dytë. Nuk në fakt, në rrethana të njerëzve të përgjithshëm nuk kish qëndasht fare me qenë temë kjo. Hiç. Çush po doni? Çfarë po shkruajnë kushtetutë? Pa e bëjmë ç'është kushtetutë. Apo kuptoni, vetë fakti që partia që ka marrë më shumë të vota insiston me shku kundër normës kushtetuese, edhe me zgjedh fillimisht qeverinë na bën me kuptu që prap ka tendencë me provu me e zaptu komplet skemen institucionale të Kosovës. Shikoni, pavarësisht që funksioni i presidentit ose presidentes Kosovës është i obliguar me qenë mbi partitë politike, edhe në vende të tjera është njëjtë, por që ai funksion është politik. Është politik, ai nuk është partijak, por politik është. Në rrethana prap normale, nuk kish me qenë fare e rëndësishme, është politik ajo politik. Po çka është shumë me rëndësi për Kosovën, është që me e kthy pak vëmendjen të përvoja njerëzve, të kredoja e tyre institucionale, a dojmë me pas vazhdimisht njerëz cilë punën e parë që e bojnë jetë vetën e kanë një punë tepër serioze për vendin, apo dojmë me lyp në herë pak përvojë. Ky nuk është kushti imi, mirë po du me shpreh një bindje të timen. Kosova në një farforme në mënyrën më të çuditshme të mundshme ka ik prej kërkesës që njerëz që udhëheqin duhen me pas një përvojë. Tashti, a ka me qenë jo politik, jo partijak, nuk besoj që duhet me qenë temë tash, nuk besoj, edhe vendosja kushteve të tilla në vazhdimsi, prap e ngushton mundësinë për me mri deri te një zgjidhje edhe me ofru vendit institucione. Edhe i po ju tregoj. Sa herë që vendosen kushte subjektive, më thonë për individin, ngushtohet mundësia për me mri deri te një zgjidhje. Edhe unë po e shoh edhe këtë insistim vetëm si tendencë me ngushtu hapësirën për me mri deri te institucionet. Po e shoh si tillë, këto që i thashun si kërkesat tona janë definitive.
nuk ndrojnë. Nëse dikush që do me i themelu institucionet e Kosovës, nuk ka kur farë vullneti me thonë po e pranojmë gazin Amerikan, po dojmë ndërtu kapacitete energetike, po dojmë i kry infrastrukturën, po dojmë ngrit pragun e të vëshës, po dojmë e statimin e bujshve, po dojmë investu në Prishtinë, se të bo Prishtina pa jetushme, në bërë dhe qytetet tjera pa jetushme, se këtë Kosova do më ardhe në Prishtinë, e Prishtina nuk është zhvillu. Prishtina është në ngulfat, është stërpopullu, komuna tjera po zbrazën. Të në politikat janë komplet të gabume për një tarë të Kosovës. Na këto po i lypim edhe kur gjo vetjapë në konto. Asni element i vetëm nuk është që na po thojmë unë du më bo minister ose kolega janë du më ik asnjë. Nuk dojmë. Por nuk guxojmë me hesht edhe nuk guxojmë mos me përdor peshën tonë politike për të mirë të qytetarëve të Kosovës edhe për të mirë të ardhmes këtij shteti, që është e rrezikuar. Aleanca është parti politike që sot e ka një unitet jashtëzakonshëm, e ka një proces të konsultimit edhe të vendimarrjes të jashtëzakonshëm, do të thonë unik në Kosovë. Ne i kemi rrit gjitha komunikimet që i kemi pas me vite, me dekada, edhe e përdorim atë kulturë të komunikimit edhe sot. Veç ka shkojmë duke e rrit dhe duke e përmirësuar. Kështu që vendimet tona po që kanë me qenë të pastra, të harmonizume, edhe kemi me dalë bashkë. Tashti, a ka me u votu një person që lyp me u bo diçka, a nuk ka me u votu një person që lyp me u bo diçka, nuk ka me u varë edhe njëherë a kanë me bo marrëveshje parti politike. Lirisht le ta bojnë. Na nuk jemi kundër që partit me bo marrëveshje politike. Por nëse ka me ju desht, aleanca, për me e zgjidhën ngërçin institucional, na nuk kemi me adhon vetëm se një person për lyp mu bo kryeministër e një person tjetër për lyp mu bo president. Jo për ato. Kemi me adhon nëse ka me pas zotim të pastër me shkrim për këto që i kërkova unë. Nëse jo, edhe njëherë, Kosova nuk meriton me pas institucione fare nëse ato thojnë. Nuk dojmë një zhvillu ekonominë e Kosovës, nuk dojmë një pavarësu Kosovën ekonomikisht, as energetikisht, nuk dojmë me u lidh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dojmë u shkoq për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Institucione të tilla, besoni, ma mirë është mos me i pas. Ma mirë është mos me i pas, se janë kundër interesit strategjik të këtij vendi, janë kundër secilit qytetar, qoftë ai i ri, i punësuar, moshë mesme ose plak, ose plak. Hiç për kur njëri nuk është. Kjo është arsyeja pse po i themi këto kushte. Edhe kemi me insistu në këto kushte. Nëse kanë me bo diçka, e na nuk ju duhem fare. Ne gjejmë rrugë tjera, për me mri me ndiku që Kosova me u kthy në rrugën e vetë të zhvillimit edhe të partneritetit strategjik që nuk guxon kurse si me u cenu për asnjë post askujt. Ne jemi të gatshëm me u taku me partitë politike gjithmonë, kolegët e mi edhe unë kemi edhe takime qoftë të rastësishme, qoftë natyrave tjera kemi pas, jo tashma zgjedhjeve drejtën ju tregu jo. Nuk kemi kurfar droje me u taku me partitë politike. Nuk kemi droje. Bile mendojmë që takimet dhe diskutimet janë të vlefshme. Mirë po nuk guxojmë me u shëndru në takime ekskluzivisht për interesa vetjake. Nuk guxojmë. Na nuk pranojmë ashtu. Për shkak se duke u fokusu të kush e merr presidentin, që një vit e gjysmë, a i merr kret, apo duhet me marr pak ma pak pushtet dikush, Kosova është të mbet vendi më i pazhvilluar në Evropë, pastër. Na nuk guxojmë me u pajtu me këto. Unë nuk pajtohem me këto, Aleanca nuk pajtohet me këtë fakt.